Po le ta nisim nga një përkufizimi meritokracisë. Vetë fjalën kuptojnë që faktori përcaktues në shpërndarjen e të mirave dhe të funksioneve në shoqëri jetë merita. Merita lidhet me kualifikimin, me përgatitjen, me aftësinë. Dhe sigurisht që është një nga parimet kryesore të modernitetit. Në shoqëritë paramoderne, funksionet, postet, të mirat materiale nuk shpërndaheshin në bazë të meritës, nuk shpërndaheshin në bazë të punës, sakrificave, të rezultatit, por në bazë të trashëgimisë, të lidhjeve farefisnore, të pozitës në cilin lindte një njeri. Në këtë kuptim, shoqëritë moderne janë meritokratike, në tërësinë e tyre, sigurisht nuk janë 100% meritokratike, sepse si në sferën ekonomike, ashtu në sferën administrative, në sferën shkollore, kështu me radhë, i vlerësojnë qytetarët në bazë të meritës së tyre. Gjithsesi merita ka disa komponentë. Komponenti i parë është patjetër është vullneti i njeriu, sa shumë përpiqet i njeri, sa shumë sakrifikon, sa shumë studion, sa shumë rrezikon nganjëherë, sidomos në terma të sipërmarrjes. Por nuk duhet të harruar që është vetëm një komponent i meritës dhe ky është komponenti për cilin flitet gjithmonë. Një komponent tjetër i meritës për cilin pothuajse nuk flitet fare, por është aq i rëndësishëm, janë kushtet sociale e ekonomike që përshkojnë dhe përcaktojnë pozitën tonë. Bie fjala, një njeri mund studioj shumë, mirë po kushtet në cilat ai studion mund të jenë shumë të këqija. Shkollat mund të jenë pajama, mësuesët mund mos jenë mësuesët më të mirë të mundshëm, librat mund të jenë shumë të shtrenjtë. E në këtë kuptim, një njeri mund të sakrifikojë shumë, të studiojë shumë, po jo detyrimisht arrin rezultatin e merituar. Prandaj kur flasim për meritokraci, duhet të flasim edhe në këtë kuptimin e dytë, në kuptimin që e para kushtet jenë të barabarta për të gjithë, që të thotë nga kujdesi në atë që mund të quajmë institucionet parashkollore të edukimit, tek shkolla, pastaj tek gjitha institucionet tjera mbështetëse, shëndetësia, kultura e kështu me radhë, ne të krijojmë një masë qytetarësh të cilët formohen, studiojnë, shkollohen, përgatiten në kushte të barabarta. Që të thotë, pastaj diferenca mes qytetarëve të jetë vetëm diferencë që lidhet me punën e tyre, me studimin e tyre, tek këtu mbase edhe me prirjet e tyre të ndryshme natyrore, por të mos jetë produkti i diskriminimit në nisje. Sepse ajo që unë kam vënë re edhe gjatë historisë sime si dikur nxënës, studente kështu me radhë, ka qenë se shumë fëmijë humbin mbi fjala për shkak të faktit që lindin në një familje të varfër, e cila i detyron të shkojnë të punojnë në një moshë shumë të hershme, e përpasoj të lënë shkollën shumë herët. Unë mbaj mend shok të mit që mund të kenë qenë ndoshta edhe më të talentuar se unë në shkollë.